Dhe koste e politizimit të ndërmarrjeve publike. Sot ne jetojmë në një kohë ku profesionalizmi dhe vlera intelektuale është mallkim. Ne gjithë krenohemi që kemi njerëz intelektual të kalibrave ndërkombëtar, po askush nuk dëshiron ata njerëz që jenë afër veti, sepse neve na konvenon serviliteti, na konvenon do të thotë padjenia dhe na konvenon ajo do të thotë qasja e njerëzve që nuk të kritikojnë, se po të kritikojnë duhet të mësosh diçka, sepse në rrethana normale kritika është në anë të mësuarit dhe nuk është armiqësi. E në Kosovë ndodhe kundërta. Prandaj nuk duhet në habit fakti që sot ose në vitin 2024 në Kosovë apo vitet funit ju nda me qindra miliona euro në mirëmbajtje apo si infuzion i funksionimit ose i mbijetesës së ndërmarrjeve publike, duke filluar nga Trepça, duke filluar nga Keku, duke filluar nga Hekurudha dhe shumë ndërmarrje tjera, të cilë vërtet e kanë absorbu atë potencialin zhvillimor të Kosovës nga keq menaxhimi dhe nga mungesa e përgjegjësisë qoftë individuale, qoftë e asaj institucionale. Zoti Xhaliu, çfarë mendoni, si do të jetë vendimi final i zërejës? Unë besoj që do të thotë çmimi do të rritet, ndoshta do të rritet edhe më tepër se 15%. Kjo është një strategji që vërtet po ndodhin shumë procese dhe shumë dukuri në heshtje. Mendoni se protestat që janë bërë dhe protestat që do të bëhet nesër, nuk do të rezultojë që ketë kështu një shtyrje të paktën? Duhet ta kuptojmë të vërtetën që fati më i madh i qeverisë Kurtit është fakti që nuk ka në opozitë Albinin. Dhe në qoftë se Albini nuk është në opozitë dhe nuk i prin opozitarizmit, ka shumë pak opozitë. Unë do të isha personi më i lumtur sot para jush të ndaj 2 apo 3 deklarata të partive opozitare që kundërshtojnë me argumente ngritjen e çmimit. Sot lufta për uljen apo për mos ngritjen e çmimit të energjisë elektrike është shumë më tepër iniciativë e qytetarëve dhe e disa organizata jo qeveritare. Por Kosova po zbrazet në heshtje dhe askush nuk e vren, dhe zbrazja në heshtje është më e rrezikshme se sa egzodi. Dhe në këtë mënyrë çdo ditë kemi ngritje të çmimeve, çdo ditë kemi dukuri negative, qoftë tenderumani, qoftë një burimor, edhe në këtë drejtim do të kaloj edhe kjo ngritje e çmimit. Kjo ngritje e çmimit do të shoqërojë kështu një zinxhir rritjes së çmimeve përgjithsisht në çdo sektor. E keni prek një temë shumë interesante. Në ekonominë ndërkombëtare përdoret shumë termi indeksi zinxhiror. Vetë fakti i ngritjes së çmimit do të ndikojë në 2 dimensione. Është dimensioni social dhe dimensioni ekonomik. Në dimensionin social ju